tani unë, një moment, shiko se ti kur ti jepet kjo mundësi, nuk unë ti thash unë që s'di ta bëj ose kështu dhe... Po normal. Ti thash unë, po mirë i thash unë, edhe Ngela. Të raportosh ta për ndeshjen, keni bërë në shkollë, besoj tha. Po kemi bërë i thash unë, po, thash s'po t'ja ti thasha që kemi bërë, po s'kemi, s'di ta bëj këtë gjë, se e kam bërë të parë, duhet më ndihmoj dikush, duhet më thot dikush që çfarë duhet të bëj. E s'ja ke thënë. Jo, s'ja tha, po, nuk e shiko. Shko thoja me qit krejt, do të ke marrë dikë tjetër. Nuk e din se ty të ndodh si natyra apo jo, po që unë nuk kërkoj kur ndihmë. Nuk e din se e ke ti këtë. Por shiko, është e keqe, për zotin, kjo është e keqe. Me ta ty nesër i punëtore me të thënë, unë s'di me bo. Do ta ndihmoj. Po, do ta ndihmoj që do të thush, po. 100%. Po, okej. 100% që do ta ndihmoj. Nuk e kam vështirë të kërkoj ndihmë. Duhet ta kërkoj, po... Nuk më ka ndodhë kur nga një herë, kohët e fundit kam menu, po pse unë për shembull edhe unë mund të kërkoj ndihmë, po nuk më ka ardhur kur. Edhe është e vërtet. Për zotin, është e vërtet. Dhe po ta mendosh në situatat e një gjë, në të qëfë se ti më thuaj një gjë, edhe ti nuk e kuptojnë që unë dua ndihmë, unë mund ta bëj dhe vetë, po thjesht kam në vetë ma thuash, unë mund ta bëj dhe vetë, po ma the ti më ngro, do me thënë që, shko se mund ta bëj bashkë dhe unë të them që, okej, faleminderit, do ta bëjmë bashkë, po dhe pastaj mund ta bëj dhe vetë. Po nëse ti nuk më thon, unë kam shumë vështirë të them që shko se mund të më ndihmosh me këtë gjë, ose mund të më drejtosh këtu ose aty, se nga edhe që ka ego, edhe që nga krenaria, se unë edhe këtë se vogël, 20 vjeç ai kisha. E zori që me prapë gjuna. Jo, faleminderit. Jo, të se që të kërbalë, përdej. Më se bëj, ne. Më rëndë dhomë. S'kishtë, po e kërgo... Una, e qëta. Vjen e premtja. Edhe? Po, do vjetë të ndeshëm. Po thot ma kry që do merren kostomografët, do të veshin, do rregullosh, do lyhesh që gati, unë se kështu e bëre bukur të pare të bëjnë ata gati në rregull. Do t'i rjetë që të thoshe atë. Për zotin, po t'ju ke njëja se kam zotin lartë. Mëra mikrofonat dhe do t'i kanë transmitim live, se lidhje direkt nuk ka, se regjistrim asgjë live për herë të parë. Tani, në studentë, se kjo është praktika e gabuar e shkollave shqiptare, një nga gjërat që duhet të ishte ndryshe, pak në këto profesione që dalin në teren, duhet t'i bësh njerëzit t'i praktikosh. Nuk mund të dash vetëm me leksion nga bankat e shkollës, dhe kur vetë përballësh me terenin, ti nuk di ç'të bësh. Paktën një audicion, një provë. Një gjë, një praktikë, më që bën, një oratori, një lexim gjëja aty po. Edhe s'bëhet kjo gjë, a? Për shumë gazetari, kur studion gazetari? Jo. Është një atelje televizioni, por që nuk ka lidhje fare. Unë e kuptoj që çdo profesion nuk ka lidhje fare shkolla, teoria me praktikën, se ti kur del aty e kupton realisht çfarë ndodh. Komplet. Marr mikrofonin dorën, e kam një video që kur dalim pas na bie dhe ti o tregoni, më dridhesh nga qimja e flokut deri te gishti i fundit i këmbës. Kam pasur një fletë të formacionit në dorë, nuk gabova në asnjë moment. E përgatitesh, do thosha kam pasur një fletë formacioni në dorë që lexon formacionin, dhe kur futesh shikosh videot më dridhesh fleta e formacionit. E ke pasur për zotin. Edhe po, për zotin. Po ti pastaj ndonjëherë, po këto të bëjnë më shumë, mendoj unë që të rritesh e të mësosh. A kish shkript? Për shembull, ti Stine si mendon? Performova mirë unë kur më dha mundësia e pastime. Po mirë se ka të bëjë edhe me eksperiencën e moderimit. Nuk po tallim për zotin. E bën e këtu? Po, e bëra në një moment që ishin këtu. Po të bësh ata gjithë po të thash seriozisht, është seriozisht, domethënë po për çfarë të them që shikoj ndro profesion. Ndro profesion se nuk bën për këtë punë. Momentin që lidhë dhe publiku që ishte të bërtit, vetë zonit. Po, e kam qefun atë punë, e bëj. U futa direkt në linjë. Po. Edhe pastaj aq e kisha herën e parë. Po kjo ndodhi këtu në program apo ka pasur tjetër? Jo, këtu, jo në program, këtu ishim